Mirëmbrëma të gjithëve, është kënaqësi e veçantë për mua të jem në mesin tuaj, të dashur mësues dhe pedagog, gjej rastin t'ju them gëzuar 7 marsin. Ne kemi edhe një fat të madh se kryetarin e Partisë Demokratike kemi profesor doktor Sali Berisha. E ky është fat i madh sepse si misionar dhe si njeri që ka vlerësuar gjithmonë në thelb shoqërinë, ai ka vlerësuar pikërisht rolin e mësuesit dhe të shkollës. Gëzuar 7 marsin, edhe Zoti sikur i ka bërë ngjitur 7 dhe 8 mars për të thënë që shkolla dhe familja janë shtyllat bazë të shoqërisë. E Partia Demokratike i ka në themelin e saj në program me kryeministrin e ardhshëm profesor doktor Sali Berisha. Faleminderit nga zemra, nuk dua të zgjatëm, gëzuar festën të gjithë mësuesve dhe pedagogëve ku ndodhen në Shqipëri. Një përshëndetje shumë veçantë kam edhe për rinin shqiptare, për studentët shqiptar. Faleminderit.